Vlora mikpriti konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta me përfaqësues nga Evropa Qendrore dhe Lindore, ku pjesë ishin mbi 20 kryetarë dhe gjyqtarë të lartë. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi theksoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit ndërgjyqësor. Rëndësia e dialogut ndërgjyqësor bëhet edhe më e madhe. Vetëm përmes komunikimit të hapur, shkëmbimit të praktikave më të mira dhe ndarjes së përvojave konkrete mund të identifikojmë problemet e përbashkëta që na shqetësojnë si rajon dhe të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme të bazuara mbi parimet të përbashkëta të drejtësisë. Presidenti Baran Begaj dhe ministri i Drejtësisë Ulsi Manja thanë se Shqipëria po ndërmerr hapa të shpejtë për antarësimin në Bashkimin Evropian, gjë që kërkon angazhim maksimal të gjyqësorit. Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parime themelore që garantojnë drejtësinë, besueshmërinë dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor. Ato janë ana tjetër e medaljes së pavarësisë së gjyqësorit dhe të dyja së bashku garantojnë standardet e drejtësisë. Shqipëria ka ndërmarrë një ndër investimet më të mëdha në digitalizimin e sistemit gjyqësor përmes ngritjes së sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore, ICMIS. Ky investim siguron që brenda pak vitesh i tërë sistemi i drejtësisë të shërbehet nga sisteme moderne dhe të jetësoj i drejtësinë me impakt të drejt për publikun shqiptar. Këto deklarata u bën gjatë konferencës që Gjykata e Lartë e Shqipërisë po organizon me kryetarët e gjykatave të larta të Evropës Qendrore dhe Lindore.